Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. Mirëmbrëma. Kriza politike po përshkallëzohet dhe më shumë, teksa partitë politike kryesore ende nuk kanë formulë zgjidhje për ta kaluar temën e presidentit, përkatësisht votimin e presidentes apo të presidentit. Partia e Zotit Kurti pati takim me partinë e Zotit Abdixhiku, nuk u konkludua asnjë, përveç retorikës që e komunikoi Zoti Kurti, duke përsëritur deklaratën edhe të mërshme se atij nuk mjaftojnë 81 vota, por së paku 84 në këtë proces. Ç'po ndodh realisht? Kush ka përgjigje për këtë lëmsh të pa justifikueshëm? Kam stuar aktivistin shumë veçantë politik, Dardan Krasniqi. Dardan, faleminderit për kohën. Faleminderit, mirë se gjej. Në kërkim të një përgjigje logjike, është gjithë çështnia. Çfarë po ndodh? Për ju, çfarë po ndodh, Dardan? Po në fakt tash çfarë ka ndodhur o përmbush kështu si mozaik nëse e shes si pikturë është se Zoti Kurti ka arritur në atë që cilin e ka synuar qysh në krye të herës. Pra, sot ka pushtet absolut, ka dhe presidentin, edhe kjo ka qenë kjo ka qenë strategjia e kryeministit Kurti që ta bie situatën në këtë gjendje që ta ketë udhën e presidentes për ato të cilat ne rreshtos kemi thënë se i duhet të paktën për disa muaj një njeri i veti për të shtyr disa agjenda tina, e që ato agjenda janë, domethënë, kapja ke gjykatës kushtetuese, pra unë besoj fuqishëm se tash kemi me pa që ai ka me i mëru patjetër mungesën e gjyqtarëve, aty dy antarëve të gjykatës kushtetuese, kryeprokurorin, edhe tash ky problemi me këtë antarin e KQZ-s, ai takon lëvizjes së vendosja e Partisë Demokratike, që kanë me qenë një test edhe për zonin Haxhiu se si do ta përfaqëson, në cilën frymë do ta përfaqëson pozicionin e saj. Ajo është shtues detyre në kuadër të një procesi të lidhshëm me kushtetues, natyrisht. Ne u dë me kompetencat plota, cila sot përfaqëson institucionin më të lartë që është ai presidenti i Kosovës. Po, nëse sot kemi një delegacion në Kosovë që vije për vizitë, ajo përfaqëson fakt institucionin e presidentes. Jo, po mendoni që Kurti po kap gjithë pushtetet dhe ato të pavarura. Është në këtë rrugë. Kjo është e trisht, po shtetin duart e Zotit Kurti tu. Kjo është e trisht, po çdo herë Zoti Kurti, ne që njohim përsafërmi, nuk është pse kemi pas aty atë sofrën e politikës mes, edhe kemi pas kushte me da mishin në tavën që është në cofër, dhe më thëmë nuk kemi asnjë s'ka postuja kushte kështu për aktivizme për me marrë në copë ose diçka. Kanë thonë që shkryet herë Zoti Kurti është, nëse ka sukses është më meritori, nëse ka dështim është ai cili do t'jep llogari. Për arsye se Zoti Kurti edhe atë ndryshime që i ka bën me status më në lëvizjesve të vendosje për të arritur autoritetin e kryetarit lëvizjes, qoftë për listat zgjedhore të deputetëve. Thonë kanë qenë prej 120 deputetëve, kryetari i lëvizjesve të vendosje ka pas mandat me i caktuar 20 kandidat për deputet bazë preferencës së tij. Domethënë ai ka rrit mbi gjysmën. Domethënë edhe lista e deputetëve, edhe lista e ministrave, edhe gjithçka që rrjedh në këtë pushtet, qoftë brenda organizatës, qoftë brenda qeverisjes, domethënë është Zoti Kurti ai i cili e përcakton. E pat se ndodhi në takimin midis Zotit Kurtit dhe Zotit Abdixhiku? Përse ndodhi ky takim? Për ta zgjedhur presidentin apo një garë midis dy palëve për nxjerr arsyet se kush mban fajin që vendi mund të shkojë në zgjedhje? Jo, Zoti Kurti është duke luajtur kështu atë lojën e shahut për cilën ai është disa lëvizje më para. Edhe në këtë në lojën e tij normalisht
këta me qëllimin, kuptimin me qëllimin për t'i kontribu, po do të me ditë rrugtimin e zotit Kurti, pra nuk do nëj partner politik. Edhe takimi Po përse eftoj takimin, për cilë arsye, po? Eftonaj për këtë konsumin e mrenshëm, për këto temat e mrenshëm që na dojnë mi diskutu. Ne nuk kemi nevoj me shpik kur gjërë, të me thonë, këtë popujt, edhe vendet tjera kanë shpik para neve shumë qka. Edhe demokracinë, konsolidimin e institucioneve, edhe rrugtimin politik, edhe standardin politik për cilin ne nuk e kemë, edhe ajo shije, dhe me thonë, në momentin që ti në këtë teren politik edhe fton të zëmë partit veç e veç, edhe nuk fton gjithë spektrin opozitor, për me zgjidh një telash e cila e ka, shumica prej neve kemi ditë epilogun e saj, një që nuk do ta rikandidon zonën Osmanin në asnjë mënyrë, edhe dyta kjo që don në UD për të shtyr proceset e tina përpara, u pa që opozita në fakt është e pa qëndrueshme dhe është një farë lojtari jo me drejtat barabarta në tavolinë. Mbon mend se ç'tha Abdi Gjiku pas këtij takimi? Po në mboj mend Abdi Gjiku, po kjo nuk ka rëndësi çka tha Abdi Gjiku. Pa në gjë me të pesh politikisht për procesin apo jo? Jo, absolutisht, se e para nuk është kjo transparencë, madje mos transparencën e atij takimi konfirmoi zoti Kurti që ta janë konfidencë takimeve tona. Tash kjo është ajo që opozita, në fakt zoti Abdi Gjiku do të bisedojmë, nuk ka mbaruar asgjë sipas Abdi Gjikut. Për sa kohë që në një periudhë pak më përpara, kishte shfaqur rezerva nëse mund t'i besohet zotit Kurti sa i ka vullnet për të shmangur procesin e parakohshëm të qeverisë. Kjo është, nëse nuk i I t'i besojmë të është. Sa kanë kohezion, unë i besoj vetëm, apo janë inkoherente dhe vetë... Unë vetëm i besoj zotit Kurti në raport me atë se çka po ndodh. Nuk i besoj kuptimin, i besoj në thojnë za, nuk i besoj zotit Abdi Gjiku se nuk është aktor. Dhe më thonë, ai këtë përbën për një piktur politike që ai mundet me diskutu nesër në për debate me analist politik se që ne e bën këtë veprim. Në fakt, kjo që përbën edhe zoti Kurti, po edhe zoti Abdi Gjiku, në veçanti nuk është ka interesant fort të qytetarëve me këtë përballje me përplasjen që ka shkaktuar gjithçka, qoftë ngërçi politik, qoftë kontaminimi i thellë politik. Kështu që në vend se opozita të jetë e bashkuar në secilën kaos, jo për të vënë pengesa, po për të kriju standarde dhe gjetë rrugë. E para opozita është fragmentarizuar, është e brisht në formën e saj. Edhe kam thënë se opozita... Po ka faj Kurti për këtë? Pse të ketë faj Kurti për këtë? Po dëgjoj, është një thënie, thot diçka kështu thotë. Po ndjek një kurse gabuar për ju kjo po. Po edhe këto ngjarje kanë me kalu shpejt. Problemi është se si kemi me po mas një dekade këto situata politike. Edhe vetë aktorët e këtyne krijimit të këtyne situatave kanë më të rishtu me këtë rregullën e pis që luajnë lojra politike. Pra këtë konsum politik për të kriju polarizim dhe armiqësi e gjumë jo të mirë mes qytetarëve, e cila se është shumë e kontaminuar, për shkak të egove dhe inateve tyne, e cila tashmë ka dëshmuar se klasa politike në Kosovë nuk ka kulturë të kompromiseve. Një nga aktivistët e vetëvendosis ishte deputet, apo deputet Ramadani nga Ferizaj me Sadi apo Lipjani, deklaroi në kundërpërgjigje të reagimeve të opozitës se ne jemi gatshëm të shkojmë zgjedhjen qershor, dhjetor. Çfarë flet kjo? Po kjo gjuha, dëgjoj, lëvizja vetëvendosë edhe në rrugtimin e saj ka pas paktën ajo që ne kemi promovuar deri vullneti politik tregon kjo. Po këtë po duhet të them çrëditja e madhe gjuha sot që përdor një pushtet e akter televizës vetëvendosë. Në fakt çfarë akter janë? Se ti nuk mundesh me i thonë dikujt
lëvizjeve të vendosur pse është zgjedhur deputet, i cili nuk ka rrugtu në asnjë sfidë, në asnjë situatë me lëvizjen vetëvendosje. Ajo që ka borx secili këtë vend, pra obligim borx, se ky borxhi po konsiderohet shumë herë si diçka të i kaluar edhe politikisht edhe në mendësinë tonë, po ti që ke obligim për vendin tënd është me ndërtu një farë standardi politik i cili krijon një farë kulture dhe norme se si njerëzit duhet të veprojnë këtë vend. Për mua çka thot kjo që shkojmë zgjedhje kudo, dhe kësaj do t'i vije fundi një ditë, edhe armiqtë kryesor të vetë zotit Kurti dhe lëvizjes vetëvendosje janë vetë këta eksponent, për cilët në vend që të kanë kritik ndaj asaj se çfarë ka përfaqësuar lëvizja vetëvendosje, çfarë përfaqëson sot, ata veç bëhen pjesë e kësajna, nuk kanë qëndrime të veta. Pra unë kam shok me që respektoj, nuk i kam do rrugë politike, nuk i kam do rrugë në aspektin personal. Për ju, çka po kërkon vetëvendosja? Vetëvendosja... Çka është duke kërkuar? Ka mbi 51.1%. Për mua kështu, kjo tani do të me... Që është pak në sens si llojit vetë. Me këtë mentalitet ata dinë, nuk e dinë, nuk mund të them me siguri të madhe, po ajo që unë shoh që këta njerëz, ky grup vendimars në lëvizjen vetëvendosje nuk e den as lëvizjen vetëvendosje si organizim që ka sakrifikuar shumë, as Kosovën. Pra unë çfarë po e shoh, e kjo është shumë e dhëmshme atë që unë po e shoh është shkatërimi i çdo arritje që ka ndodhur në këtë vend. Pra ose nuk ka logjik gjithë ky pushtet, gjithë kjo mbështetje e madhe qytetare edhe me dështime që ka kjo qeverisje, edhe te me kon kaq arrogant, kaq i paaft, kaq abuzues me gjithçka. Pra nuk e kemi shpik në as abuzimin, as keqpërdorimin, as mendsinë politike. Pra na vetëm jemi rrugtar kësaj, po rrugtojmë gati 3 dekada tash në politik, më pak se 3 dekada, edhe te sheh se sikur ato shenjat që janë të vendosura në aeroplan kur hyp qysh tregon se si duhet mu vendos rrypë dhe si nuk duhet mu vendos. E Kosova po dëshmon se po udhëheqet ashtu siç nuk duhet me udhëheq. Pra ajo që unë është e dhëmshme me thonë, po nëse sheh sot sektorin e sigurisë, të ekonomisë, të arsimit, shëndetësisë, diskursin politik, pjesëmarrjen e qytetarëve të ndershëm këtij vendi në procese vendimarrëse, e sheh saktë se këto synim kryesor është ato arritje që kanë ndodhur në këtë vend me shumë kompromise dëmshme, po të paktën ka ndodhur arritje me këtë infrastrukturë qoftë ligjore, qoftë ndërtimit të institucioneve, është sinqerisht shkatërimi i tyre tash atë dën zoti Kurti ka zgjedhur një strategji që me hyrë histori si një politikan që dën me kriju një republikë të rejtë në mënyrën e vetë, kjo mbetet më po. A do duhej PDK të përgjigjej pozitivisht ftesës për takim nga ona e Kurtit, për ju? PDK, sa është Kosova e brisht në politikë, është edhe PDK mbrana sajna. Pra, ata si po shihet edhe ashtu është janë të zënë peng për shkak disa individ aty disa njerëz vendimars janë peng të së kaluarës tyre politike, se kanë udhëheq me Kosovën, kanë udhëheq me pushtetet lokale, kanë udhëheq me dikasteret ndryshme. Edhe PDK ka pas mundësi me lu një rol shumë më konstruktiv dhe më të sinqert në raport me këtë këto ngjarje. Për shembull? Për shembull, përveç që e ka pas obligimën, e kam thënë edhe vazhdoj me qëndru stoik në këtë që po e tham, është se ka pas një obligim ndaj zotit Haradinaj që këtë fazë i brezi fundit i politikanëve që përfaqësojnë një sakrifisë të madhe, një personalitet i cili ka dhënë shumë, edhe është dëshmuar që ka dhënë shumë, jo për t'i thurë lavdi dhe për t'ia bërë historien. PDK është dashur që me emrin e zotit Haradinaj të shkon në propozim për president. Paktën edhe tjetë një smetare kryesore e
propozimi zotit Haradinaj. Çfarë kuptimi ka slogani ose tok fjalë që liria ka emër? Me kënd liria ka emër. Vetëm në personalitet që ne kemi në politik tash, liria ka emër që kish mujt me përfaqësu fakt atë që ne e konsiderojmë është pjesa më e shenjtë e historisë së lavdisë tonë, është zoti Haradinaj, është familja Haradinaj. Nuk është koincidencë 5-6-7 marsi edhe 24 marsi 98-s. Por familja Ashari, familja Haradinaj. Familja Ashari Murati nuk pranoi ishte, ne do të kryejmë një obligim. Fakt, këtë ka pas obligim i gjithë spekti politik. Edhe PDK-ja nuk ka rëndësia i shkon a nuk i shkon. PDK-ja nuk ka... Nuk ka... Po them, nëse PDK, LDK shprehen publikisht, veçanërisht PDK që kursi i Kurtit nuk ka lëshuar. Kursi i Kurtit, thonë PDK, është po ai që ishte edhe më herët, për të mos gjetë zgjidhje mbi temën e presidentit. Në LDK pa disa lëvizje pas takimit të parë që patën më herët, jo tani, duke aluduar se ndoshta Kurti ka ndryshuar dhe ka një kurs ndryshe tani. Kështu ishte perceptimi që e bëri publik dhe shefja grupit parlamentar të LDK-s, zyrtar të saj. Tani po del që Kurti t'i besojmë, ati që nuk ndryshon dhe ka në plan inskenimin e blokadës, apo një Kurti që mbase mund të shkaktoj emocione në takim kokë me kokë aty. Bilanci po del që procesi është i bllokuar. Apo lexojmë politikën si duhet? Jo, absolutisht, për shkak thash ergove i natëve, këtë pengon që keti në rrugtimin politik, po mendoj për shumë akter që ulën tavolinë me Kurtin. Kurti mund të ndryshojë tonin e zërit, po jo qëndrimin. Pra mund të ndryshoj tonin e zërit në raport me secilin takim që ka me ta. Po partitë opozitare nuk janë për mja mojt isën pozitës. Po nuk janë për t'ja mojt këtë zërin e dytë, nuk janë duet në politikë. Që dialog të ketë, kjo është nëse e mirëpritur midis partive politike, apo ndodh ky dialog birfilli? Jo, nuk është në kjo dialog që është në kryet herët, po shihet që është farsë. Edhe është di që është farsë. Edhe në fakt, ata politikanë cilë të rritë dojnë këtë vend, është edhe pse me shku në zhjedhje, po është rruga pashmangshme. Pa ata politikanë cilë të dojnë këtë vend, ja dojnë të mirën këti vendi, në këtë fazë, se cili që dënë të jetë qoftë kandidat i kompromiseve, qoftë kandidat i propozuar për opozitën, qoftë marrëveshje, cila do formë t'jenë me zotin Kurti, në këtë momenton politik, unë për një jam shumë i bindur se nuk do t'i shërben Kosovës edhe standardit politik. Ajo që kemi ne nevojë është me kriju standard politik. Po, ma këtë thonë... Pra, nuk do t'i shërben. Unë kam pas debate kështu me njerëz edhe thonin që me sfidu zotin Kurti me opozita duhet ta propozoj zonjën Osmani. Pra dhe zonja Osmani me o propozu, çka i shërben mo? Me thonë, as një emën, as një lloj kompromisi në këtë fazë, nuk i shërben stabilitetit politik këtë vend. Pse e thu këtë? Pse procesi shumë i kontaminun. Se jenë kërkesat... Dialogu as mund të ashtensionoj këtë? Dialog mirëfilli, po thëmë, midis partive. Po kjo është improvizim politik. Kjo është improvizim politik. Pra nëse shvendosimi pak në anën tjetër e shes se ky diskurs politik që e kanë shkaktu gjitha partitë, sidomos lëvizjeve të vendosje, njerëzve të mirë të i veni javke bunkerizu, javke vendos një shenjt madhe të stopit se nuk kanë shkalypin e politikë. Ti, për të pas detyra në politikë, për të marrë pozita në politikë, do të jesh model i çroditur i njerëzve që merren. I deformuar, thu. Absolutisht, pikërisht i deformuar. Unë po them i çroditur, i kontaminun, pra shembull më të mirë e jep kabineti qeveritar,
çfarë, shembull më të mirë ka dhënë zoti Basha, Demal Basha, pra ne mirë jetojmë demokraci, secili ka të drejtë të jetë pjesëmarrës demokraci. Po pozicionet institucionale, pozicionet shtetërore i janë krijuar aty për të përfaqësuar njerëz që kanë dhënë në situata vështira për këtë vend. Pra kjo është modeli. Në seancën e fundit, mbi debatin që ftua me kërkesë për rezolutën mbi naftën, mbi çmimet e tjera, zoti Kurti ju përgjigj opozitës. Ju tha, më keni akuzuar, më keni kritikuar, hiqet e bëshën, hiqet aksizën, përshkallëzoje normën tatimore. Në zgjedhje doli që ju nuk kishit e drejtë, do unë kisha të drejtë, sepse fitova në zgjedhje. Pse të ndryshoj? Si cilësoni këtë? Po, kjo shtollje mas pari e tha taksativisht. Në raport me zotin Kurti, e kam përcjell. Jo vetë ka e përcjelli vazhdimisht politikën, se ne shumë kur bisedoj me njerëz thonë, ja, unë smerrem me politikë. Detyrimisht vetë njëri lind politikë, për arsye se ti ballafaqohesh me situata, ballafaqohesh me punën me institucionin, ballafaqohesh me mos funksionimin e institucionit. Pra vetë zoti Kurti në atë që ka përfaqësu tregon më së miri se ku ka devalvu edhe në çfarë niveli ka ra edhe gjuha dhe diskursi i Kurtit. Që flet kjo deklaratë? Kjo shtollje në raport. 51.3%, ju më thatë për shkallëzoj të vëshën, ule normën tatimore, dole që unë kom pasur të drejtë, ju nuk kështë të drejtë. Kjo deklaratë flet se në kulmin e krizës. Sa abuzues është ndaj besimit që ka marrë, edhe sa mos mirënjohës është ndaj atyre që kanë dhënë besimin. Unë kam thënë edhe këtu, kam thënë edhe në secilin takim. Pra, unë e kuptoj një kryeministër që në këtë rrugtimin e tij politik, siç kemi ardhur në pushtet, kemi thënë ne flajmë edhe zgjohemi mbi energji elektrike, mbi thëngjell. Edhe është krimi më i madh se ne paguajmë çmimin më të madh të energjisë elektrike në një kohë kur faktura maksimale për një familje mesatare ka qenë 20 euro. Po nuk e kuptoj zotin Kurti e asnjë person kur vije në pushtet edhe bëhet aq abuzim me besimin që ka marrë dhe thotë nuk e dini sa lirë keni paguajë energjinë elektrike. Pra, në secilën situatë që Kosova është ballavaçuar me kriza, ne kemi një arrogancë të paskrupull të zotit Kurti. Pra, edhe kjo në raport me naftën abuzuese në barën e madhe të cilat se dhe kanë bizneset. Po përgatitet të shpërndajnë mbi 200 milion euro, pa kondima për botën, apo e ka gjetë këtë metodë. Tendosjen socio-ekonomike. Jo, po këtë gjithë shka është të rënu, nuk e zgjedhë 200 milion euro në një situatë ku Kosova ka nevoj për shumë gjëra tjera. Jo pse s'ka nevoj, po kjo nuk e zgjedh problemin çfarë kemi ne, edhe çfarë ka Kosova, se ne jemi kalimtar. Fundit e fundit e kemi marrë për vdekje së gjithçka. Mund ta paksoj fuqinë me fuqinë krizën e para nuk është e para. Jam infuzion asaj fuqie blerëse që kjo fuqi e blerëse me këto para po shkon prapë në import. Importi gati 7 miliardë euro. Prapë po financojmë me para tona ekonominë e vendeve tjera. Ekonominë e Serbisë. Prapë ne po forcojmë ekonominë e Serbisë. Nuk e zgjedh kjo. Llogarit ka shumë forma të zhvillimit ekonomik këtë vend. 200 milion euro më mirë me pru investitor të huj që t'ja krijojnë këtë infrastrukturën e fillon me u prodhu diçka në këtë vend, se sa në krejt shtyllat kryesore të ndërtimit ekonomik të këtij vendi kemi bërë mbi bazën e tregtisë. Dhe pra ata ne nuk mbijetojmë, se fitojnë tregtarët. Për shembull, nëse hyp çmimi i naftit, tregtari rrit kostën e transportit, ai rrit kostën e shpenzimit edhe në fund e pagun barrat qytetarit. Kur ne kemi prodhim, ne vetëm në kompani që këto kemi që prodhon në Shkeku.
Llogarit Keko që nga viti 2013 nuk e ka rritë kostën e prodhimit për megawatt. Pra ka 29.5. E kemi leju tregtarët e energjisë elektrike me rritë në kurrizin tonë. Pra ky thëngjell që është i pasurie e shtetit e popullit Kosovës, që prodhon një kompani që është e shtetit tonë me 29.5 megavatin, nuk e ka rritë, pra. Shtrohet pyetja. Kjo pak para 200 milion euro të jepen në këtë situatë, sidomos ose veçanërisht kur ky lëmsh politik mund të konkludoj të përfundoj me zgjedhje të parakoshme. E para ti vetë the, domethënë pjesa më e madhe këtu në mjeteve ik për prodhues, se që ne nuk kemi prodhues. E dyta nuk e zgjedh problemin as dymojor të qytetarëve, kur 1 kilogram spec ka shku në 6 euro, 1 kilogram domate në 5 euro, 1 kilogram mish në 14-15 euro. Pra nuk e zgjedh. Do të me po më thellë ndërtimin e këtij vendi rit. 200 milion. Po them po përsëris më e mirë se cilit investitor të huaj më ia dhën, më ia fal, më ia kriju infrastrukturën që i hap 2-3 mijë vende të punës, e që kjo gjeneron të ardha të hyra për qytetarët, se sa 200 milion që kanë me përfundu në pronarët e prodhimit serb. Jemi në muajin prill. Asnjë projekt strategjik makro zhvillimor për ekonominë nuk duket në horizont që ka nisur. Dhe nëse mungojnë këto investime strategjike mirë të menduara, të planifikuara, çpret nga Kosova ekonomike në fund të vitit, Dorvan? Unë çka shoh me përmbyll me një fjalë zhgënjem të madh të njerëzve me jetu në këtë vend. Pra, mos harroni shtresa varfër që ka jetu në këtë vend, ka kohë që ka ikur prej Kosovë. Se jo pse ka ikur nga dëshira, por nga pamundësia për të krijuar mirëqenie. Edhe një pjesë kogja madhe e një shtrese më e lartë se e varfëra, jo mesatare, edhe ja ka kohë që ka ikur. Pra sot kërkoj ndjes atij profesorit që nuk pja di emrin, po posh në një studio televizive që ai ka gjithë mirëqenien këtu punon, ka familje dhe emigroi në Amerikë. Pra mjafton sot, e kjo shkon kritik për mediat, me e vizitu zyrën e vulave apostile në kodrët Ministrisë Punëve të Jashtme, edhe me vizitu zyrën e vulave apostile të Ministrisë Punëve të Brendshme me po se kanë të shku njerëzit. Dhe me thonë, Kosova po zbrazët. Kosova veç është e zbrazur, po sot për na ikin hapur edhe profesionist fushave. Jo, përpara kemi pas një individ, kemi pas disa njerëz. Sot Kosovën janë të lëshu njerëz që kanë mirëqenie, kanë standard këtë vend. Pra ka kriju familje, ka kriju kapital, po e shet kapitalin edhe po ik për shkak të kësaj pashprese në raport edhe me këtë brez politikanësh. Pra, edhe zgjedhjet nëse mahen, kanë më majt, a mahen qershora kur caktohet data, edhe ato zgjedhje nuk do të ofrojnë asgjë në raport me zhvillimin e këtij vendi. Shembullin më të mirë kemi ne shqiptarët, e që është i dhimbshëm se si ka rrugtu pas pluralizmit Shqipëria. Pra ende vuan kulturën politike dhe të kompromiseve Shqipëri. Hajde, i kemi shkojmë në Maqedoni. Shikoj shqiptarë se si janë, se si qeverisin, se si udhëheqin. Pikë 5 janë. Në fakt, kauzë të përbashkët nuk kanë. Në fakt, ndjes pos prindim, kur i thënin plak jemi bo pike 5, dhe ke me qenë pike 5 është mirë, po jemi bo pike 1. Më ketë se pike 5. Pro e she,
si po degradon politika dhe atje. Mas flasëm për login që shqiptarët edhe ata që kanë mejt janë të pashpres, janë të dëpt në kuptimin me dhonë diçka politikës, për shqiptarët e Malizi, Plavën e Gosinje, Ulqen, ma jemi duke. Po, se atje veç zbraz kanë emigru për Amerikë, pra shqiptarët. Me këtë kur që po ndjek opozita në Kosovë, nuk ka se çka kërkon zgjedhje, nuk përfason aktualisht alternativë për ta sfiduar Kurtin. Në mënyrën se si po e artikulon opozitbërjen në raport me Kurtin. Kjo lloj opozitbërje nuk përdhon kontingjent ndikimi për ta. Nuk është edhe faje e opozitës këtë kuptim jo për ta amnistu. Unë jo për të sfidu ty, po për ta hapur si debat, ne nuk e dim kush është opozit në Gjermani. Nuk e dim kush është opozit në Belgjik. Nuk e dim kush është etabluar. Që është synim edhe ynë natyrisht. Ne nuk e dim kush është opozit në Maqedoni. Ka pola Maqedone, nuk e dim kush është opozit në Maltezi, në Kroaci. Por kërkesat e qytetarëve duhet edhe kritika duhet jetë në pushtetin, se ata kanë përgjegjësi. Jo për ta amnistuar opozitën. Ka detyrë ta sfidoj. Ka detyrë ta sfidoj. Që mos sfidimi duket që është e pamjaftueshme. Kemi thënë edhe vetë. Por e fundit, domethënë ne si qytetar, pasojat i vujmë. Unë për atë arsye po tham, kjo klasë politike me këtë leadership, pra është leadershipi që përcakton standardin e klasës politike, është përmjerem. Qytetarët nuk duhet të presin as prej opozite, as prej pushteti kur gjendja shkon keq. Edhe këtu ka ndodhur deformimi, se ne e kemi reduktu pozicionin e qytetarëve vetëm në ditën e zgjedhjeve. Pra vetëm ditën e zgjedhjeve ti ke obligim me votu edhe lëvizjet ndodhen, është e vërtetë të ndryshme. Nuk je pjesëmarrës në asnjë angazhim. Lëvizjet ndodhen që përfaqësojnë zemrimin qytetar, protestat, jo vetëm që ato mund të organizojnë partitë politike në vende ndryshme, në demokraci ndryshme, në rajone e kështu me radhë, por në Kosovë nuk ka, ose ka po janë sporadike dhe as pak thuajse të mbështetura edhe nga. Po s'janë as ka opozita, kam rastismi të mund të organizojnë studentët, mund të organizojnë bizneset, grupe ndryshme e tjera, që pastaj kjo të shndërrohet në val popullor. Absolutisht, po shkatërru struktura shoqërore në këtë vend. Kur të ndëgjoj që flet me këtë gjuhë, kjo gjuhë do duhet të përfundonte me protesta masive në përsheshet e Kosovës. Por kjo nuk po ndodh. Absolutisht. Tani pse s'po ndodh, do doja nëse unë ju them që ju përshemni shtetin, po e shkatërroni shtetin për brenda me jashtë, po humni shpresën këtë vend, në çdo dimension, nuk do duhet të mjaftoj situata vetëm me këtë deklarim, se nëse deklaron kështu, do duhet të marrësh dhe veprime konkrete në teren, protesta, ose çka do tjetër që mund ta ndalë sipas jush këtë shkërmoqje të shtetit, nëse mund ta them. Po jap një shpjegim kështu. E para është në brenda Kosovës ka met një brez që është angazhu shumë në proceset ndryshme të Kosovës, që vitet 90-ta, në rezistencë, në qoftë në luftë, qoftë në këtë përplasjen pas lufte. Edhe këta njerëz disi janë lodhë, janë konsumu. është këgja një brez i madh i këtyre njerëzve, të cilët fati i proceseve ja ka rëndu shumë barën. Edhe jenë pasiv. Brezi dytë jenë diaspora e cila e ka vetëm një synim, e që në kam thënë me dhimbje, po me bindje të madhe, se fajnë më të madh të mos zhvillimit të Kosovës se ka diaspora, që është pjesa më lavdishme e vendit tonë. Po sa ka lavdi, ka edhe faj, për arsye se të mirat e vendeve ku jeton nuk i ka prunë Kosovë. Me konë shembull. Pra atje ku jeton, është se si funksionon institucioni, mirëqenia, infrastruktura,
shkollimi, po edhe nuk I ka sjellë të mira këto si kritik. E treta është një pjesë e njerëzve që kanë përfituar shumë prej politike. Dhe kanë komoditetin. Silence, në heshtje. E katërta, është një pjesë e njerëzve cilë të vazhdojnë ende me përfitu shumë prej politike. Po. Ma leja me shpjegu kështu. Kosova në vit, për gjitha institucionet e sajna, pra Kovend, president, kryeministri, ministra, polici, dogana, shërbim korrektus, komuna, gjykata, prokurori, shkolla, shëndetësi, minimumi e ka 1 miliard euro shpenzimin. Në malla, shërbime, naft, këto. Kjo tashmë është sistem Kosovë, e dinë se cili. 10% që 1 miliardit është 100 milion, që është korupcion. Pra për të marrë një tender në Kosovë, 1 milion euro, ty kemi dhonë 100.000 euro. Edhe kjo pare ku shkon? Shkon në dorën e politikanëve. Edhe ku hyn? Hyn si ka thënë Roberto Saviano, për shkak që I kom studiu shkencat kriminalistike edhe atëherë na sokoha pa ta mbrojt temën si referencë me Roberto Saviano me librin Komora, ku thet mafia shqiptare filloi prostitucion, vazhdoi drogë, po përfundon ndërtim. Mafia edhe shqiptare edhe politike. Edhe një pjesë që ka met në Kosovë, që është gja madhe, mbi gjys milioni qytetar, e kanë jetën luks. Aty në edhe për t'ja bëjsh 10 euro kilovatin për energji, ata nuk lëvizin. Ata e ndjenë që Kosova ka krizë, vetëm nëse jetë Prishtina, 3-4 ditë pa rrymë, se përndyshin kanë kapital. Dhe kjo normalisht është me kosto pse po e tham, po kjo është realiteti. Edhe që ka mbetur një pjesë e vogël e kritikës, e cila nuk e ka mbështetjen e masës. Andaj nuk ka protesta. Për arsye se për përfundoj me këtë, për me ndërtu. Unë I kam taku gjithë liderët e partive opozitare, kam taku edhe deputet, edhe protagonist të gjitha partive opozitare. Llogareti mbi gjysmën e pushtetit nëpër komuna e kanë partitë opozitare. Kanë kryetar komunash, kanë drejtor, kanë ansamblesë. 4 parti opozitare që kanë garuar në zgjedhjet e fundit, PDK, LDK, Aleanca, Nisma, e kanë pas listën me ka 110 deputet, që bojnë 410 deputet. Pro, pushtet me drejtor komunash e kryetar komunash e ansambleista mbi 5.000. Asnjë nuk ka reagu kundër rritjes çmimit të energjisë. As kundër krijimit menjësor elektrik. Edhe I sfidoja, thësha. Pse? A dim pse? Po vendosën vetëm këta të dalin në protestë. Unë kam qenë për normali, po kështu krijohet masa. LDK, AK, Nisma, ata garuos së bashku në asamble, 5.000, po vendosën të dalin në protestë. Ka 2 anëtar të familjes, edhe kështu krijohet masa, krijohet kauza. Po nuk e bën. Nuk po e bën. Fakt opozita s'po mundet me prodhu tema, a pushteti për na jep kauza. E ne s'po di me shfrytzu. Për të mirën e qytetarëve. Pse? Edhe të edhe nuk njohemi kryetar e kryetar komunës që janë të varfër. Edhe të edhe ose hiç s'po sfidoj ty, unë e di që nuk ka doganjar të varfër. Edhe unë po shoh që pjesa më e madhe që punon në shumë institucione nuk janë të varfër. Se po tregon Kosova. Pra, ne po kemi festa, edhe kur po kemi festa, gjendja më e mirë me pa se ka festë Kosova, nëse ty të ka ikë për I kalendarit në mendjen të nëse ajo ditë është fest, e shes zbrazja Prishtinës. Në Bregdetin Shqipni, Bregdetin Greqi. Pra këtu ka met një pjesë e njerëzve. Se të nëshoj kurs pra kurti? Absolutisht për politikanët nëse një projekt në ekzaminimin e ty në politikë përvojnë u anëzër rezultatin pozitiv, pse të nëshojët rezultat me një ide tjetër? Po në këtë prandaj ai del në Kovend edhe me mburrje madje thëtë që
unë asë kam zbrit këqmim, asë kam mendje me zbrit edhe prapi fitoj 51%. Pra kjo zinxhir i faktorëve që pse s'ka protesta. Me tregu pse nuk ka protesta. Pse njerëzit tha shtresa varfër ka ik, tu ka met një pjesë, po qytetarët tash peshohen këtë gjendje politike, cila nuk ka mbështetje për asgjë. Në fakt, protestë është dashur të ketë në ditën kur ndjes që po i përmendi fëmijët e zonjës Osmani, vajzat. Në ditën kur zonja Osmani i ka tërheq fëmijën e saj ka dërguar në kolegj privat, në arsimin primar, kam thonë në këtë studio, kam e përsëritur një herë është si fakt, madje protestë nuk ka pas as në atë shkollën, kur ti dërgon fëmijën tën aty, se s'ki mundësi të dërgon më e dërguar, presidenti ja ka ikë. Edhe di cila është çrëditja më e madhe. Ka prenda aty cilët janë intelektualë, thonë, apo s'ka lidhje, fëmija presidentës nuk meritojnë këtë shkollë. Më të llogarit çfarë mendësie kemi ne edhe në është e gërdeshme nëse diskuton me dikën që është pa ngarkesa politike dhe nuk është shqiptar. Edhe i thu kështu ka ndodhur. Nervi i reagimit mungon. Qytetarë jo mungon pas ekziston fare hiç. Qytetari thash ke pjesë shkash duke jetuar në Kosovë kupton vetëm atëherë kur përplaset në mënyrë ekstreme një padrejtësi në secilin shërbim. Pra nëse s'ka energji elektrike një 3-4 ditë në Kosovë, ndodh kjo. Lem me thonë kam 2 vite të fundit po tutëm. Unë pata punu me një projekt të NDP-s në Kek edhe Meta në Kec edhe u përfshinë në Kec edhe njëri ndër menaxherat që në s'pe akuzoj, po na thirrin, na ftojnë në një mbledhje dhe na pyetje tha, kështu tha, çka ndodh tha nëse në Kosovë një orë nuk ka energji elektrike. Disa muaj pas u privatizu korporata energjetike e Kosovës e bleu Keci. Qali Klimakë. Ne thamë asgjë. Po ç'a ndodh tha nëse nuk ka 24 orë rrym? Asgjë. Fillon me shkruaj ndonjë portal. Po mos me pas më tepër se 3 ditë, fillon me shkruaj ndonjë media. Po më shumë se një javë ditë mos me pas energji, fillon me kanë ndaj kritik. Po mos me pas në energji një muaj ditë, çka ndodh? Ne kishim skanuar gjendje. Tham, mundet me fillu ndë një protestë e vogël. E morë një shampanjë e hapi, tha gëzuar, tha, ne furnizojmë energji elektrike një pjesë të bursës në Turqi, 2 orë, tha, mos me pas rrym, tha, na i thejnë zyrat. 24 orë, tha, mos me pas rrym, na i djegin makinat. Pra, kjo e tregon sakt se jo veç kryeministri Kurti që tallet me shoqërinë tonë, po edhe korporatat që kanë fituar monopole, fitojnë shumat më me tallën me ne. Ndoshta intervistën me zonin Osmani mbrëm? Jo të gjithën, po kam dëgjuar pjesë. Ju bindi kur ajo tha se në ngjarjet me kritike, sikurse ai Banjski, sikurse ishin edhe raportet e Kosovës me Bashkimin Evropian, me Shtetet Bashkuara, ai mirëmbajti dhe ishte garant i një kursi të rujtjes së raporte me aleatet, deri te situata kur ajo doj që ajo ka ndikuar që të hiqen edhe masat e Kosovës nga Bashkimi Evropian. Zonja presidente, faktisht presidentja Kosovës, për mu këto që i dëgjova që ti po i bën pyetje ishin të frekshme, kuptimin se si e konsideron ajo institucionin. Pra dhe kjo është defekti për cilën ne po flasemi, në përfatësim, në punë edhe pasion për punën. Një farë gjunga kujdesshme për mos kriju kishte polarizim edhe një farë viktimizimi, po kjo e Banjskës tregoi shumë, që unë mendoj që është një enigme madhe këtë vend, që herë do kur do ka me u hek enigma. Se unë kam thënë kështu me bindje të plot, me argument, se unë
kam po fakte që institucionet tona kanë ditë disa ditë më herët se ndodh Banjska. Ajo tregoj brishësien për cilën ne flasim se kanë institucionet tona, sidomos sektori i sigurisë. Pra nuk funksionon pa Amerikan e pa ndërkombëtar për të cilën Po mos të ishin Amerikanët ta. Po. Në tret natës. do ndodhen Thjesht plane u gërzeza për Kosovën. E thata, po llogarit çka ka ndodhur këto. Gjithë këto i ka pas presidentja, gjithë këto informacione. Në fakt ajo po dëshmon me gjuhën e vet. Edhe ne nuk i kemi pas të thirrë asnjë mbledhje të Këshillit të Sigurisë Kombëtare të rëgën se këta shtetin e kanë hajgare. Beso kjo është e dhëmshme. Këta shtetin e kanë hajgare si në moment që kërcënohet siguria në Kosovë, edhe kemi çfarëdo konflikti me Serbian, e që uroj kur mos kemi. Po, ne duhet përgatitemi çdo herë ta forcojmë shtetësinë tonë, të forcojmë institucionet e tona sigurisë për shkak se Serbia në përambul të saj e ka zyrtarisht Kosovën si pjesë saj, pa ëndra saj në është me dalë në Adriatik, domethënë kjo ka pretendimet më mëdha. Neve hiç nuk na bën hesap këtë farë pune. Kur ajo synon me pas daljen në Adriatik në Shqipëri në një vend që është antare e NATO-s. Edhe ti ta abuzosh me sigurinë, por këta nuk i kanë dert. Po thanë me dhimbje. Nuk isha dosh asnjëherë me thonë, nuk kom kënaqë kjo që e tha. Po punën e parë që Kosova me o ndjeje pasigurt, qoftë prej konflikteve, lutrave, qoftë prej situatave natyrore që mund me u kërcënu tërmeteve për mbytjen këtë vend. Puna më e parë që ka me dëshmu është presidentja ka me ikë, kryeministri ka me ikë, fakt kryeministri nuk e ka dhe familjen këtu, edhe këtë tregon shumë. Njerëzit, unë i kuptoj këta soldagjit e kusinjave, që s'kanë lidhje as me shtetësinë, s'kanë lidhje as jetojnë në vendet ku e ndjen shtetin, e ndjen sigurinë, edhe tallen me këto ne që i themi që janë shumë të trishta. Nuk është shaka kjo, ajo çfarë tha presidentja. Ajo nuk është shaka pas kjo. E din ta gjithë institucionet tona se çfarë ka ndodhur në prapa skenë. Po ne kemi shoh kemi që edhe di që na kanë thonë. Ati kam shumë edhe informatat të tjera për cilat nuk i ndajsin kuptimin, jenë trishta. Po, kjo ndodhë për shkak se s'ka qytetar aktiv këtë vend. Se në momentin që një familjar, i një zyrtari publik t'i vend, i minister, ka nevoj për shërim, ai nuk merr shërim në institucionet tona, shkon merr shërim dikon jashtë. Ne kemi pas edhe presidenten, edhe familjarët ministra, që madje të i pas gjë llogarit me 1000 euro kursime, në mënyrë jo të drejtë, duke shkel procedurat, kanë aplikuar dhe kanë marrë fonde për fondit sigurimit të Ministrisë së Shëndetësisë, edhe kanë dërguar familjar jashtë. Ta nuk i besojnë, ta marrin prej publikës, po gatmajme, po nuk i besojnë publikës. Krasniqe e fundit, nesër mbahet një protestë nga studentët e Universitetit Haxhi Zeka në mbrojtje të zotit Ramush Haradinaj kundër fushatës dhe gjuhës linçimit e urrëties ndaj tij. Çka tregon që kjo situatë? Kjo është pasojë, shkaku është ajo që ne se kemi diskutu, se kemi pas rasin me diskutu, pa marrë pak minutazh me diskutu. Për thamë kështu, e kam thënë një të vërtet madhe para secilit. Ne kemi luftu, jemi angazhu se kemi pas detyrim në luftën e UÇK-s më angazhu për këtë vend. Edhe ndonjëherë kur kemi folë për luftën, ose kur ke folë se ke qenë edhe pjesë e luftës, njerëzit kanë thonë e ke pas obligim detyrim. Në vitin 2026, kur ne kemi mirëqenie, kemi laptop, kompjuter, je i lirë, pse këta që shkruajnë për luftën, dalin e baltosin luftën, duke marrë fondet majme prej shtetit, nuk e bëjnë këtë si detyrim ndaj Kosovës.
Pra llogarit çfarë çrëditje. Ne jemi, se këtu e koza na fillën, ne jemi akuzu se kemi neglizhu, s'kemi marrë shënime, nuk dim shënime për ngjarjet e luftës. Në një luftë ku lufta vetëm një të mira ka, lirinë e saj, s'ka asgjë tjetër të mirë. E këta sot në lirinë e saj baltosin luftën edhe çdo figurë të luftës u ke marrë fonde. E kemi në njërën anë njerëz të cilët bastisën e tyne e cilësojnë si akt cenimi. Pra, në 2026 në konstitucionet tona, në rastin e shkelzen gashit, kur bastis policia edhe prokuroria, këta njihen të cenun. Neve e një brezit tërë shqiptare që ju kanë thyr dyrt çdo 24 orë nga viti 68 dhe në viti 1998 e janë ra prezec grave të fëmijëve janë pushtuar nga policia serbe e baltosin si histori. Në llogarit çfarë çroditje. Ja mohon lavdijet, sakrificën e madhe të një brezit madh shqiptar që janë dalë prej 90-ave në punë, edhe janë bastis, janë ra, janë burgos, janë poshtru për fëmijëve e grave, e janë pushkatu. E këta që sot marrin fonde për shtetit, për taksave tona, përveç që baltosin luftën në momentin ku institucionet tona kryjnë një detyrë zyrtare, këta edhe institucionet i baltosin. Kemi një kryeministër që na fol për çantat me parë që marrin mediat prej armiqve tonë. Po ne kemi një kryeministër që tash e dim saktë se shqiptarët i paguan me fonde tona për me i baltos shqiptarët. Edhe kur ti e ke këtë diskurs, këtë narrativ, normalisht që del atje, jo një, po ka shumë, e s'petan për viktimizim, po jam aj që plot në kuptimin e kritikës që jep ndaj kësaj qeverie, çan në mënyrën më turpshme që ekziston. Edhe unë kam durimin me komunikue, me thonë, kjo është teorit, vendosi argumentet. Normalisht që prodhon situata për cilat kanë pas një ditë një pasojë. Njeriu nuk është i krijuar prej hekuri, as prej qeliku. Njeriu ka forcë të hekurit e të qelikut, por është i krijuar prej mishit edhe ndjenjave. Pra, këtë narrativ krijon njerëz që dalin para shtatorës së shkelzen Haradinajt edhe fyn familjen e lavdishme Haradinaj. Po jo bë kjo nuk do të me rezultu me një protestë. Normalisht është shumë shpresdhënëse se pas ka tjetë djem e student që për mua ka qenë një shkendi shumë inkurajuese, shumë breslën se me dal me reagu. Në lëmër këtë gjunë se për besë, kur kush se ka as frigën, vetë që liria në ka kushtu shtrajt. Kjo liri në ka kriju edhe dhimbje në familje. Pra jo sheni rrëfimet e në nësruke plet në nave dëshmorëve. E njerëzit nuk po dojnë me kriju moksizona, se për bes, as më se shkëpot, kur kush nuk javë ka frigën. Për bes njerëz matë ligë, që ka ky 51% që Albin Kurti, që veti ka kriju, veti ushqen. Po e thamë sinqerisht me këtë qenjen teme, këtë vërtet, sa që është e vërtetë shumë e dhemshme. Po Zoti Kurti ka kriju këta njerëz. Asnjëherë shqiptarët nuk ka të qenë më në krizë të dinitetit e të fyrës moralit tonë, se so në këtë 51% që me drejt për thamë të janë solagjit ku si jam, nuk kanë asë një vlerë, kur në jetën e vetë një gotë ujë nuk e kanë dhonë këti venit. Po Zoti Kurti po ka nevojë për ta, leti mon ta, leti ushqen këta. Po dita kur Zotin Kurti këta dhe t'ja kthejt shpinën, ka me qenë shumë sfiduse politika për Zotin Kurti. Unë për veti, njëri ndër ta që kam rroktu 20 vjetë me ta, për kauzat drejta që kam besu, unë nuk e kam pas bërç. Shumë situata për cilat unë nuk dalë me i thonë se rrefem se nuk du me këthy në luftë personale. Për në momentin që këthej në luftë personale,
ka më dhënë llogari edhe zoti Kurti për 20 vite që mi ka hup mu në jetën time vitet më të vlefshme për me rrugtu për kauzat e drejta, e sot e ke kriju polarizim me armiqësi ndaj kundna, ndaj atyre që edhe gratë, edhe sofrat, edhe familjet i kanë pas shërbim të politikës së zotit Kurti. Edhe i ka shëndru në titista e udbash. Asgjë nuk ka të keqe për mu, po du me e balancu qenërit titist. Po politika titës në raport me shqiptarët, nuk mund është me lartësu e me përull Adem Demaçit, edhe në tjetër me lartësu sistemin e titës. Ai sistem i cili ka vra, ka maltretu, ne ka kthy për ushtrive vëllezët e motra tona në arkivole. Një ditë do të vjetë që do t'i kërkoni llogari për ato 20 vite, po i quan të humbra. Albin Kurti, nëse jemi gjallë, më kesh shumë bërsh kemi më dhënë llogari për 20 vite që i kam humbur mas teje, kuptimin politik për ndërtu edhe në momentin që unë s'kam lëviz në asë 1 milimetër për qëndrimit politik të lëvizëve të vendose. Pra, edhe sot jam kuna privatizimit, kemi humbë bantarë të familjes në privatizim, sot privatizohet. Njerës kanë humbë, kanë dhe gjak kundër negociatave, për vetë vendosje, sot ka negociata. Njerës kanë humbë data martesash e data provimësh, e kanë humbë jetë, e kanë humbë shansa martesash, për t'i qëndru besnik kauzës për me ndërtu këtë vend me drejtësi, barazi, mirëqenie, edhe jo armiqësi, sot një armat e tërë këtyne njerëzve janë jo veç të larguar, se s'kemi li pas gjënë në këmbim të saj, po janë të diskriminuar, të shantazhuar, të fyer prej politikave të paskrupullta armiqësore të Albin Kurtit me një, sinqerisht, me një grup njerëzësh pakorrizor, kameleon, të cilët një mirë nuk e kanë bërë këtij veni. Pra, çka ka dëshmu zoti Kurti në krejt 6 vjeçorin e tij, qeverisë është se krejt ata që e kanë shoh, e kanë fy, nuk kanë rrugtu me të në momentet më të dhëmshme, sot ata janë udhëheqin me këtë vend. Edhe fatura është dështimi. Njerëzit që të kanë mbështetur zotin Kurti pa asnjë gjën këmbim, vetëm për ndërtu norma standard, edhe kjo ka qenë kërkesa shumë. Ti një objekt fyri linçimi. Absolutisht. Më tham, veç pe tham kështu shkurtimisht pak. Nuk ka kom pas zotit Kurti bërsh asoj qeverie, se s'kam ndryshu, pse kam dalë me aleancën. Edhe ata që mendoj që kam ndryshu prej kritikës teme në secilin raport, ja ku jam. Do të thonë le të më sfidoj. Po? Pa zotit Kurti nuk ja kam pas bërsh. Me ban për mua, për nënën time më të vlefshme Dimal Bashën e tërpë shumë Dardan Krasniqin, që krejt jetën e vetë e ka sakrificë, luft, pa ja marrë asë një ero këti veni, në asë një fazë, veç të dhënë për të ndërtu. Edhe, kjo ka qenë ajo që në kanë luftu, duke për mos pas ambicie me u bon deputet. Po do të vinë do tjera gjëra që do t'ja thamë ku vend. Nëse është fat. Nëse s'është fat, zoti Kurti s'ka me vdik, dhe s'ka me përfundu si kryeministër. Pra, mu ka shumë bërç. Në detaje, pasi do të flasim me ndonjë ka bërç moral, ka bërç as udba. Nuk i kanë shpalus, se kam zgjedhur mënyrën demokratike me u marrë me këta njerëz, pak e deviju debatin këtë pjesë, por e kam zgjedhur pjesa fundit, po. E kam zgjedhur mënyrën demokratike me bë politik me ta. Me u marrë në çështjen personale. Për zotin Asudba nuk ju ka bërë shqiptarëve që kanë bërë mu akter me dijet e zotit Kurti në raport me mu. E ata udbash që i kanë i kanë maltretu shqiptarët dijet, i ka prit veç plumi, po kjo do të jetë në këtë jetën tonë politike, aja që unë ja kom kërku lëvizjesve të vendosje, ja kërkoj është me ndërtu këtë vend me standard, se është dhe mund dhe gjak, ta jenë e kundër të aksajna, në me thonë fyemi në këtë qenjen tem, pro
Unë kam familjar lëvizjen vetëvendosje, kam zonën Haxhiu që është tash edhe UD, jam krenare me krejtë rrugtimin e saj politik, një zoj që as ka shit, as ka privatizu, as nuk i ka bo as një dëm politik t'i veni, normalisht ka gabime politike se cilin në rrugtimin e tina, po nuk dallën nëna jame prej nënës të Albanit. Është e njëjta nëna Gjezide që është edhe nëna jam edhe nëna Albanit. Edhe nëna Shkumbimit, edhe Arbenit që ata mbështesin lëvizjen vetëvendosje. Pra, na nëne nuk i kemi me hiset e dane që fyet edhe nëna jam edhe gruaja jam edhe fëmija jam. Edhe këtë e ka pas në dorë zoti Kurtë se cili me ndalë. Për arsye se qëndrimet e mija janë të sakta. Nëse ka met zë kritik edhe zë i lëvizjes vetëvendosje është Dadan Krasniqi. Nuk është asnjë tjetër. Pra sot jam kuna privatizimit, kuna negociatave, kuna implementimit dhe ecimit të marrëveshjeve të dëmshëm, kuna zajednicës, për cilën zoti Kurti po ecën dita ditës e shumë e më shumë zajednicën. Edhe fundit e fundit, Po. le ta zbardhin rasin e Astrid Deharit. E kanë bërsh. Se zoti Kurti ka arrit me thyn Korrez edhe Avni Deharin, edhe Libor Narlion, edhe Glauko Njofcen, edhe shumë figura tjera. Po do të vinë momentet. Faleminderit për kohën, Dadan. Faleminderit juve, rrit ishte kënaqësi. Lutem. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.